Trajtimi i kontesteve të punës në gjykatat e Kosovës zgjasin më shumë se sa e lejon ligji, duke u bërë një nga sfidat kryesore të sistemit të drejtësisë. Kështu tha Megjide Demolli Nimani nga Lëvizja Fol. Mesatarja e pëzgjatjes të një rasti në gjykat nga paraqitja e padis deri në gjykimin e shkallës së parë është mesatarisht 2.64 vite. Ndërkaq vendimi që shkon nga shkolla, nga vendimi i përfundimtar gjyqësor, zgjat deri në 3.61, ndërkaq si rasti në kozgjatjen më të madhe, rasti më i gjatë kemi shkruar kështu, ka zgjat 6.65 vite. Në anën tjetër, Gersi Gashi nga Qendra Politike për Avokim e cilësoi këtë raport si shumë të rëndësishëm, duke thënë se për herë të parë paraqet një krahasim të tillë. Për herë të parë ndoshta jena duke një krahasim, domethënë se sa jo vetëm pjesa praktike e gjyqësorit, po edhe pjesa, domethënë a ka rolin që ka pas inspektorati ndër vite, që për mua është shumë e rëndësishme. Gjyqtari i Gjykatës Supreme Qerima Demaj tha se këto raste duhet të trajtohen në urgjencë dhe se kozgjatja prej 5 vitesh e më shumë është jashtë çdo standardi. Kozgjatja prej 2 vite më shumë për me marrë një epilog përfundimtar të instanca e parë është jashtë standardit dhe jashtë asaj që trajtohet që gjykimi i arsyeshëm për këtë lloj konteste. Jo po tash çdo vonesë ka pak edhe një rrjedhë kronologjike. Tash nëse shihni backlogun ose lante vjetra të cilat në përgjykata e ngulur ndër vite, ka pas shumë konteste që lidhen edhe me nga marrëdhënia e punës. Dhe kanë pas mundësi gjykatat që me i trajtu në fat arsyeshëm, po mendoj që jo. Domethënë shpesh ka qenë edhe pa fojën e gjyqtarëve. Të dhënat e paraqitura në raport u vlerësuan nga panelistët si shqetësuese, ndërsa u theksua nevoja për përmirësimin e efikasitetit në trajtimin e kontesteve të punës.